Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Ky është horoskopi i diel 23 mars 2025. Dashi. Mos vendosni shumë mish në zjarr, gjithashtu sepse sot ka pak zjarr. Tani ju duhet të përpiqeni të gjeni një farë qetësie. Demi. Situata të mira për ndjenjat dhe do të ketë mundësi të mëdha. Tensionet ka përcehen sonte kur mbërrin një lajm i mirë. Binjakët. Është një periudhë që mund të sjellë disa surpriza të mira për dashurinë. Situatë e mirë për shëndetin, por kujdes nga dhimbjet e vogla që lidhen me reumatizmin. Gaforja. Nuk është e lehtë për të menaxhuar marrëdhëniet tuaja me të tjerët. Dikush thotë se në fund të fundit ju jeni më shumë argumentues apo të zymë. Nëse keni fituar një sfidë, mos mendoni se e keni fituar luftën, duket se ka ende situata për të luftuar dhe zgjidhur. Luani. Është e lehtë të ndihesh paksa i shqetësuar ose nervoz sot. Në dashuri keni nevojë për më shumë bashkëpunim për të krijuar një marrëdhënie më solide. Virgjëresha. Ditë interesante për gjithçka, situata është më pak e rëndë se disa javë më parë. Këtu vijnë ditë të veçanta në marrëdhëniet me të tjerët. Takime të rëndësishme. Peshorja. Mëngjesi është nervoz. Keni kujdes që të mos ma gjepseni nga ata që nuk janë të lirë, mos e merrni për dashuri si të mirë, ka nga ata në çift që duhet të japin garanci shtesë. Akrepi. Ngadalë por me fat horoskopi do të zbuloj gjitha të vullnet dhe mundësi veprimi që ka munguar në të kaluarën dhe sigurisht jo faji juaj. Kohët e fundit nuk jeni të kënaqur me shpjegimet. Shigjetari. Në dashuri ju pëlqeni njerëzit që ikin. Mos shtyni asgjë për nesër. Britsjapi. Një mik mund të ketë kthyer shpinën. Ndonjëherë nuk ndjeni të kuptuar plotësisht. Ujori. Fati ju arrin papritur. Në dashuri është e vështirë gjatë kësaj periudhe të mos takoheni. Lajmi mirë edhe për ata që kanë mbyllur një histori. Peshqit. Nëse keni një krizë, gjithashtu mund të vendosni të flisni. Ju ndoshta jeni të mërzitur ose tashmë e dini se duhet të bëni shumë gjëra, është vetëm lodhje fizike sepse në nivelin e mendjes dhe qëllimit jeni të fortë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.